O mirë, që 100 jetë jemi të coptum. Padrejtësia është e hershme o bat. Allahu na ka kriju në popull e në fishe për mu njoft, e jo për me ba dikuj zullum. Të nderuar miq, rrugëtimin me emisionin e Dua Vendin Tim e vazhdojnë me qytetin jugor të Shqipërisë, Vlorën. Ndodhemi në kalan e Kaninës, balkonin e Vlorës, që quajnë Vlonjatët. Të prekim historinë e këtij qyteti. Të shohim sa xhamia kishte ky qytet kur ishte xhamia e parë e ndërtuar. Sot çfarë xhamia ka? Si është jeta e Vlonjatëve në këtë qytet? Dhe shumë të fshetat të tjera të këtij qyteti i zbulojmë së bashku. Në këtë emision do t'ju tregojmë për qytetin jugor të Shqipërisë, Vlorën. Fillojmë pra aty ku Vlonjatët i thon balkoni i Vlorës, Kanina. Shumë prej jush të nderuar shikues, e keni vizituar Vlorën apo keni dëgjuar për të dhe historinë e saj, ndërsa për Kaninën shumë pak dim e të pakt janë ata që e kanë vizituar. Kanina është e lashtë në historinë e saj, me kalan e saj të vjetër, të cilës nuk i kanë mbetur tjetër vetëm se disa mure të rënuara. Në muret e saj ka shumë histori, që nuk mund të përmblidhen e përshkruan në një emision të vetëm. Nga lashtësia pak na kanë bëritur, vetëm disa gojdhëna e këta gurë që tregojnë se sa të vjetër janë. Njëri prej të rinjëve intelektual të Kaninës na flet për kalan. Kala e Kaninës është interesante sepse në origjinën e vet, në fillimet e veta ka në përbërjen e vet, ndërtimin e vet gur ciklopik. Gur ciklopik. Dhe gur ciklopik është njësoj në paralelizëm mund bëhet me gurët e piramidave. Okej, pra nëse i bie që Kanina të jetë ndërtuar në themelet e veta, që poshtë ndërtuar në themelet është ndërtuar dhe në si thua ka pas ndërtim dhe muresh, më herët gur ciklopik, gur të mëdhenj, është njësoj sigur të thuash është ndërtuar një periudhë të ngjashme apo si motor të periudhës piramidave, apo qoftë edhe pak më vonë. Që është shumë e vështirë një njeri normal i përmasave tona apo i fuqisë tona, apo atë njeriu që ne njohim sot ta ndërtoj. I bie që datoj shumë më herët nga çfarë daton, nga çfarë ne mund të gjejmë muret e saj me një fjalë që datojnë në një kohë më të afërt. Edhe kjo është enigme me një fjalë. Edhe flitet që është ndërtuar mbi një ngulim të hershëm. Më herët aty ka pas një ngulim njerëzish, ka qenë populluar, ka pas njerëz në një fjalë dhe është ndërtuar mbi të. Në një fjalë me një ndërtim të hershëm. Edhe ka një rindërtim diku prej shekullit nga Justiniani. Disa thonë është ndërtuar në shekullin e dytë, disa tjerë thonë që është rindërtuar diku në kohën para historike, para erëson, dhe daton një ndërtim i mëvonshëm në kohën e Sultan Sulejmanit. Ndërsa e Çrem Bej Vlora e përshkruan këtë vend kështu. Muret e kësaj kalaje përfaqësojnë sot historinë mijëvjeçare të saj. Në themelet e murit verior, gjejmë gur ciklopik. Në mënyrën e gatitjes së murit, që ndan sheshin e parë nga sheshi i dytë dhe i tretë, shquhet dora e pastërvitur e ustallarëve të kohës dekadente turko-shqiptare. Kurse neve pas tyre na mbetet thjesht ta shikojmë dhe të meditojmë e të gjejmë gjurmët e të parëve tanë, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë mijëvjeçare të kështjellës që hesht ashtu e braktisur prej vitesh mbi Vlorë. Emini që është imam i xhamisë së Kaninës, e ndërtuar mbi themelet e xhamisë së vjetër, na tregon për historinë dhe përpjekjet e besimtarëve në rikthimin te mirësitë e fesë son islame. Ai na tregon për banorët që mbajnë mend shumë mirë jetën fetare dhe harmoninë që kishin ata mes veti. Ndërsa kur e pyesim se a duhet edhe ne sot të mbajmë të njëjtën përgjegjësi sikur përcjellësit e këtyre vlerave historike për të parët tanë, Emini përgjigjet. Po, me të vërtet Islami ka çfarë të ofrojë njerëzve. Madje jo ka çfarë të ofrojë njerëzve, po ka mundësi t'i orientojë dhe t'i marrë përdore dhe t'i nxjerrë nga ajo jetë pa kuptim që bëjnë dhe mbushur me hallë dhe me stres dhe me probleme që ata kanë. Njerëzit e kanë komplikuar vetë jetën e tyre kot me largimin nga kjo fe. Sepse nëse do të zbatonin fenë e Allahut, do
do të gjenin domethënë zgjidhje për çdo problem të tyre. Qoftë domethënë Islami hyn në çdo porë të jetës, mos mendoj dikush se Islami është vetëm brenda në xhami. Përkundër, Islami ka ndërtuar shtet, Islami ka ndërtuar gjykata, ka ndërtuar spitale, pra dhe këto i kemi shembujt edhe të atyre që quhen çlirimtar të këtij vendi dhe jo pushtues, që kanë qenë Osmanët, turqit, të cilët kudo ku kanë shkuar kanë ndërtuar xhami, kanë ndërtuar rrugë, kanalizime, spitale dhe e kemi afër shembullin e tyre domethënë, se çfarë kanë bërë ata domethënë si përfaqësues të kësaj feje. Atë cila është përgjegjësia që kemi sot ne? Po edhe ne kemi përgjegjësi domethënë këtë fe që kemi marrë t'u japim njerëzve, t'u përcjellim atyre në mënyrën më të mirë. T'u tregojmë se tek Islami do të gjejnë vetë e tyre. Në histori tregohet se kur spanjollët i dëbuan hebrejnët nga Spanja, ata u strehuan nën pushtetin e perandorisë islame osmane. E një nga këto vende ishte edhe Vlora. Momenti kur Sultan Sulejmani ka mbrit në Vlorë, disa thonë që edhe ka themeluar Vlorën, në kuptimin e ri të saj, pra ridimensionuar Vlorën, është momenti që Vlora ka diku te 30.000 banor, që për kohën është shumë, 30.000 banor. Me prej tyre hebrejnë shumë edhe disa thonë indian. Hebrejnë ishin më është momenti që hebrejnë si të thuash shpërngulen nga të detyruar nga Spanja. Sepse është rimarrja e Spanjës prej katolikëve apo të krishterëve në përgjithësi, edhe kemi shpërnguljen e hebrejve dhe strehimin e tyre në perandorinë osmane. Dhe një pjesë e tyre vendosen në Vlorë. Në udhëtimin ton ne u takuam me Nardin, që vjen nga një familje me prindër nga 2 kultura dhe fe të ndryshme. Babai nga Kanina, ndërsa nëna me origjinë hebreje që jetonte në Vlorë, ashtu sikurse shumë prej hebrejve të tjerë që kanë jetuar në Shqipëri. Ai ka vetëm 3 vite që së bashku me nënën e tij janë praktikues të fesë islame. Nardi tregon për dallimin e madh që ka jeta e tij dhe e nënës në këtë sistem të rijetese. Jeta juaj është rreth 3 dekada, por keni 3 vjet që keni pranuar Islamin. Do doja më thënë shumë shkurtimisht, cili është dallimi mes këtyre 3 dekadave dhe këtyre 3 vjetëve? Dallimi është shumë i madh. Më thënë ka ndryshim shumë i madh. Që kur jam bërë musliman, ndi një qetësi shpirtërore shumë të mirë që nuk e kam pasur përpara, nuk e kam derën përpara. Edhe jam shumë i lumtur, them drejtën. Jam shumë i lumtur. Islami i nxjerr njerëzit nga errësira, i nxjerr në dritë. Edhe jam shumë i lumtur. Këtë lumturi e përjetoni bashkë me nënën tuaj, e cila është me origjinë hebre, por Zoti i ka udhëzuar në fe. Si ndjeni të dy kur adhuroni Zotin? Ndihemi mirë, elhamdulillah, edhe mama ime me kalimin e kohës pasi u bëra musliman, e pa çfarë ndryshimi kishte feja islame dhe e pa në çfarë feje ishte ajo, dhe bëri krahasimin dhe e pa që kishte ndryshim shumë madh. Me leximin e Kuranit, ajo elhamdulillah u bë muslimane me lejen e Allahut, edhe tani ndihet shumë i lumtur edhe po si mua. Me këtë dëshmi të natyrshme për vllajt ton Nardit, që sot ka dëshirë ta quajmë me emrin Robi Allahut, Abdullah, meditojmë së bashku për bukuritë që Allahu i ka falur Vlorës. Deti bashkohet me qiellin, malet hieshojnë buzdetit, ulliri ka qëndisur kodrat dhe brezët e këtij qyteti jugor të Shqipërisë. Vlora është një qytet i lashtë, që ka shenjat e veta nga shekulli 4 para erës së re. Ajo njihej me emrin Aulona, por sot nuk gjenden jetë të këtyre gjurmëve të Aulonës. Historia e saj gjithmonë ka qenë e lidhur me Kalan e Kaninës. Si një qytet i njohur për kripën dhe ullit, ajo u bë njohur për çdo fuqi që synonte këto brigje. Ajo ka kaluar në duart e normanëve, venedikasve e të tjerë. Mirë po periudha e lulëzimit të saj së qytet mori me ardhjen e Osmanlinjeve. Për Osmanët ishte porti i parë në Adriatik, që kanë marrë në vitin 1417, padyshim që kishte një rëndësi të veçantë.
me projektimin e arkitektit të njohur të perandorisë osmane, Mimar Sinanit, u ndërtua kalaja e Skeles, të cilës nuk i gjenden sot gjurmët e duhura. Udhëpërshkruesi turk Evliya Çelebiu e konsideronte kalan e Skeles si një nga mrekullitë e arkitekturës osmane, në të njëjtin nivel me kullën e Selanikut. Mimar Sinani ka qenë dhe arkitekt i Xhamisë së Plumbit. Në vitin 1508, me urdhër të Sultan Sulejmanit, u ndërtua kjo xhami që sipas historianëve i ka shërbyer në fillim ushtarëve osman, sepse vetëm pas 100 vitesh ka shenjët të vlonjatëve që kanë pranuar Islamin. Ata kanë jetuar të lirë në fenë e tyre që e kishin dhe nuk janë dhunuar nga osmanët. Këtë fakt e gjejmë të dëshmuar në shumë territore të kësaj perandorie të fuqishme të asaj kohe. Xhamia e Plumbit është në qendër të qytetit dhe sot e kësaj dite ajo është bukuria e këtij qyteti. Ajo vazhdon të jetë krenare me historinë e saj 505 vjeçare. Përbri saj gjendet edhe pema e rapit shumë shekullore. Vlora është një qytet bregdetar në jug të Shqipërisë. Është qyteti i dytë më i madh portual pas Durrësit, me popullsi prej afërsisht 150.000 banorësh. Vlora është qyteti ku bashkohen dy detrat, deti Adriatik dhe deti Jon. Ajo gjithashtu është zbukurimi i hartës së Shqipërisë, me gadishullin e Karaburunit dhe me ishullin e Sazanit, i cili ka shërbyer si bazë ushtarake në kohën e diktaturës. Sistemi monist e përdori ishullin e Sazanit si bazë ushtarake dhe si gjelati i çdo kujt që do të praktikonte ritet e besimit të tij. Nga e kaluara, ka shumë dëshmi të cilët janë të ruajtur në varret e të parëve tanë, por ende kemi dëshmi të gjalla, ku në çdo qytet ato janë si fanare që na lidhin me të shkuarën e popullit tonë. Sistemi diktatorial ka shembur të gjitha xhamit që kishte qyteti Vlorës në vitin 1967. Në xhamin e dytë dhe të fundit që ka tashmë Vlora pas sistemit të atëhershëm, u takuam me një nga intelektualet e këtij qyteti, i cili me shumë dëshirë na tregon ato që nuk ka shkruar në shumë librat e tij. Në veprën e tij të fundit, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, ai ka përmbledhur të gjithë myftitë e qytetit nga viti 1912 deri më 1967. Hapat e tij dhe të thinjurat në kokë kanë vlerë për çdo fjalë, sepse këta janë të parët tanë. Edhe në ato kushtet vështira që plakon si Shqipërinë në atë kohë, ku nuk lejohesh, ku luftoheshim deri në fund. Megjithatë, feja, i thash edhe zotërisë, është në natyrën e njeriut, ka lindur bashkë me njeriun. E luma ai që unë duke përfituar nga familja ime, duke qenë babai imam edhe nëna nga Elbasani, para kishim një kulturë fetare, unë mësova. Unë po ju sjell vetëm këtë Vlora e krenarisë islame që bëra kujtoja miftilerët e Vlorës për vitit 1912, pavarësia, dhe deri në 67. Pastaj, në 91 këtej le të shkruaj këta, edhe 3 personalitetet shuara të fesë islame në Vlorë. Hasan Selam Kallarati, medresis, profesor Vexhi Demiraj, mbaruar medresen e Tiranës dhe Al-Azarin e Kairos për filozofi, dhe profesor i filozofisë, dhe Shaban Demiraj, që se ke dëgjuar, po akademik, edhe ky, sepse familja Demiraj në Vlorë ka qenë bazë e fesë islame. Vlora është qytet historik për ekzistencën e shqiptarëve. Ajo mblodhi shumë burra të mençur, të cilët vendosën të jenë të pavarur nga perandoria osmane, për të ruajtur nga intrigat ballkanike dhe luftrat e popujve të saj kundër shqiptarëve. Ky vend ka qenë kryeqyteti i parë i Shqipërisë moderne. Këtu u ngrit flamuri dhe u nënshkrua akti i pavarësisë me 40 firmues, ku 27 prej tyre ishin personalitetet të larta muslimane. Në Muzeun e Pavarësisë ruhen ende shumë nga dokumentet e vjetra të vitit 1912.
ja se si e vlerëson Fajkonica rolin e fesë islame. Po të mos ishte feja islame, kombi i shqiptarëve do të ishte shumë i madh, por nuk do të ishte me shqiptar. Figurat e personaliteteve fetare ndoshta nuk vlerësohen sa duhet, por ato janë fakte në histori. Roli i klerit musliman në këtë kohë ka qenë vendimtar për fatin e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Në momentet më të rëndësishme dhe më kritike, gjithmonë muslimanët kanë qenë të parët që kanë mbajtur barën e përgjegjësisë. Në njërin prej ngjarjeve që ka ndodhur në Vlorë, imami i xhamisë ka pasur rol vendimtar. Në 1920, në luftën italo-shqiptare në Vlorë, e qerem Bej Vlora e përcakton qartë si filloi kryengritja e Vlorës dhe nxjerrja jashtë territorit shqiptar të pushtuesve italian në 1920. E qerem Bej Vlora të kujtimet e tij e sqaron shumë saktë. Në nëndor, ditën e premte, në xhaminë e Pazarit, në Vlorë, imami mbajti një hutbje sepse qelloi muaj nëndorish dhe muaj i shpalljes pavarësisë. Mbajti një hutbje ku i kujtonte shqiptarëve vlerën e flamurit, vlerën e kombit, vlerën e pavarësisë, kulturën e tyre, identitetin e tyre, trojet e tyre dhe obligimet që kishin për të ruajtur këtë identitet shqiptar. Dhe mbas predikimit, mbas faljes së namazit xumas, besimtarët shpërthyen në një demonstratë paqësore nëpër shkallët, nëpër rrugët e Vlorës deri përballë bashkisë. Ndërhyn forcat italiane, bëhet një përplasje për çështjen e flamurit sepse ishin me flamur në dorë besimtarët. Mbas xumas, ndodh një përplasje dhe qerem Vlora thot, kjo ishte shkëndija e parë dhe lufta e Vlorës ishte thjesht çështje ditësh. Jeta në këtë qytet është e thjeshtë. Qyteti është i dashur për të gjithë dhe secili gjen një pjesë të krahinës së vet në këtë qytet. Pedagogu nga Dibra, që jeton prej disa viteve në këtë qytet, shprehet: Nuk jeni nga Vlora, por jetoni në Vlorë. Çfarë u ka shtyr të zgjidhni këtë qytet historik për gjithë trevat shqiptare? Shiko, unë jam Dibran, ju e dini mirë këtë gjë, për një kohë gjatë kam jetuar në Tiranë, pastaj kam ardhur në Vlorë. Përveç arsyeve personale që kanë të bëjnë me jetën familjare, me zgjedhjet në këtë drejtim, pa diskutim që Vlora është një qytet me peshë në historinë kombëtare, një qytet i bukur dhe i këndshëm, dhe shpesh me shaka miqtë mi këtu në Vlorë më thonë si po kalon, sepse kanë edhe një ndihmëri, vlonjatët janë shumë miqësor, por kanë edhe një sens shumë kritik ndaj vetes. Duke qenë se e quajnë veten paksa të vështirë në marrëdhëniet me njerëzit, pikërisht pyetja e tyre ka të bëjë me këtë që si po ja kalon me ne, domethënë apo përshtatesh. Në fakt edhe befasohen nga përgjigjet që unë ju jap që ndihem shumë këndshëm sikur kam jetuar gjithë jetën në Vlorë. Ndërsa rreth përgjegjësive që duhet të ketë feja dhe kleriku sot në edukimin e shoqërisë dhe a e kryejnë të njëjtin rol që kanë luajtur në të shkuarën, Siri Hoxha përgjigjet. Sot unë vazhdoj të merrem, si thua, me këtë çështje dhe ka një debat sot shumë të hapur në botë në lidhje me vlerat e mirëfillta të proceseve shekularizuese, laicizuese, kudo në botë. Domethënë, sot pyetja që shtrohet nga studiuesit, nga njerëzit të interesuar për këtë çështje, është a ka qenë e mundur të ketë një tjetër ecje, një tjetër modernizim të shteteve, të formacioneve shtetërore, pa qenë nevoja që të kalojë nëpër rrugën e të huajzimit me Zotin dhe me gjithçka që vjen nga ky drejtim. Dhe pyetja është, dhe përgjigjja është po. Përgjigjja po. Sidoqoftë, debati është shumë i hapur dhe të gjitha zhvillimet bashkëkohore i referohen këtij debati. Megjithatë, në Shqipëri ky debat është shumë i vakët. Për të mos thënë nuk është i zhvilluar fare, nuk është i hapur fare. Ne akoma në Shqipëri mendojmë studiuesit, sepse atyre ju bie bara që të ngacmohen dhe të ngacmojnë debate. Studiuesit ende mendojnë se shekularizimi është një pjesë e natyrshme e proceseve modernizuese, do të ishte gjysma e zë vërtetës, po ta thonim kështu.
Ne duhet dim që proceset laicizuese kudo në botë kanë tentuar të shkojnë drejt proceseve të ateistizimit, të shteteve ateiste, të shteteve ku shteti ndërhyn, pra nuk ka një ndarje të qartë të punëve temporale, të punëve toksore me punët e Zotit, si thon, por ka një ndërhyrje të shtetit mbi këto institucione, mbi jetën e tyre fetare, çka është shumë e rëndë. Realisht është shumë e rëndë. Është një dhunim i lirive dhe të drejtave të ushtrimit të lirë të besimit. Rasti i Shqipërisë, po ta marrim si një pjesë qoftë edhe të shkputur atë që ndodhi në Shqipëri, është shumë i rëndë. Rasti i regjimit të Enver Hoxhës, ku ne u shpallëm i vetëm shtet pa fe në botë, ateist në botë, dhe ku institucionet fetare u mbyllën tërësisht, por nuk mjaftoi kjo. Por kishte tentativa të ndërhyje deri tek bindjet e brendshme të njeriut, tek ato që njeriu nuk do donte të ndante me askën tjetër. Do të ishte, sepse marrëdhënia ose ndjenja fetare është një ndjenjë shumë e brendshme dhe krejt personale. Vlora si qytet bregdetar ka pamje të bukura, detin, malin, bregdetin shkëmbor, ujin e ftohtë të kulluar. Ajo ka 3 burime kryesore që furnizon qytetin me ujë të pijshëm. Burime të rëndësishme që na i ka falur krijuesi i këtij vendi. Banorët e Vlorës shquhen për mikpritjen e tyre ndaj mysafirëve dhe atyre që kalimthas e përshkojnë këtë qytet. Çdo kush që do të ishte mysafir do ta ndjente këtë mikpritje me bujari. Në vizitën tonë në xhaminë e Plumbit në qendër të qytetit takuam edhe një besimtar të ardhur nga viset e Gostivarit. Ai ka vite që jeton në këtë qytet. Na pret me lot në sy, e i gëzuar për vizitën tonë. Unë ishe përgatit, unë e dishe Kuranin, edhe si përfundim me humba. A humba po amo, aja për mua ka qenë Kuranin, andetnam të rritë, ta kenë. Gjithmonë edhe fëmijët e tyre të marrin Kuranin sa të vegjël. Se Kurani që nga rruga e vërtetë rruga e Allahut, që nuk le të gabosh. Unë gjithmonë toshin shoqëria, sabri da vemi këtu, da vemi andej. Unë gjithmonë mendosha kush e mund. Po, se Kurani ishte rruga e vërtetë, që nuk le të gabosh. Edhe i sinqert në shoqëri. Pa mërësisht se kush ishte ajo, kush ishte aja. Unë gjithmonë njerëzit i kam dash, njësoj gjithë. Tjetër mua betë se kisha rrugë tjetër dhe unë, ama unë i kam dash gjithë. Po si është jeta fetare në qytetin tonë të Vlorës? Çdo kush të dëshironte të shikonte të njëjtat burra të historisë, që morën në dorë përgjegjësinë e këtij populli. Do të dëshironte të shikonte xhamit me finesën e tyre që të luajnë të njëjtin rol. Vlora e 7 xhamive. Xhamia e Plumbit, e cila e ka marrë këtë emër, që nga maja e minarës së saj ka qenë e veshur me plumb. Xhamia e Tabakëve, e cila është prishur në vitin 1962 nga sistemi i diktaturës, e cila ngjasonte me xhamin e Thembeut në Tiranë. Xhamia e Nexhat Pashajt në lagjen Muradije, që dikur i kanë thënë para vitit 1991 Xhamia e Kuqe. Xhamia e Agallinjeve, e cila është ndërtuar nga fisi i Agallinjeve dhe ka pasur pranë një çezme, ka qenë në lagjen Partizani. Xhamia e Mavronjotëve, e cila ka qenë ndërtuar në shesh të Flamurit sot, ku ndodhet Banka BKT, është quajtur me këtë emër për shkak se e ka ndërtuar paria e fshatit të Mavroves. Xhamia në lagjen Vrenez, në të djathtë të rrugës Vlorë-Fier. Grehinat e kësaj xhamie kanë ekzistuar deri në vitin 1960. Xhamia e Demirajve ka qenë në lagjen Partizani dhe ka marrë këtë emër për respekt të familjes Demiraj, të cilët ishin familje nderuar me burra fetar e patriot. Jugu i Shqipërisë ka shumë mangësi në objektet e xhamive. Nuk ka pasur një përkushtim nga ata që janë përgjegjës.
Bashkësitë islame janë pronare të mëdha të vakëfëve, por ende nuk janë bërë të ligjshëm në pronat e tyre. Në bisedën tonë me Miftyin e Vlorës, Hito na shpreh shqetësimin për mungesën e kujdesit nga çdo kush që ka obligim të përgjigjet të drejtave të muslimanëve. Atër Mifti, jemi në qytetin e Vlorës, një nga xhamiat e vjetra, xhamia më thënë të bukura, më thënë të rejtëse për Vlorë, më thënë bukuria e Vlorës është kjo xhami e cila është këtu. Do t'in për jetën fetare aktuale, më thënë islame në qytetin e Vlorës. Qofse do i referojmë një realiteti të pak viteve më parë, Vlora ka qenë një qytet simbol i islamit. Dhe vetëm, po i referojmë vetëm qytetit Vlorës, kanë qenë 8 xhami, cilat pak a shumë janë treguar dhe do të tregohen inshallah në të ardhmen me fakte dhe me histori të sakt, ashtu si që kanë qenë. Pra, në keqardhje them që në këto 20 vite të demokracisë që na dha mundësia që t'i shohim dhe t'i prekim këto institucione dhe këto fshatra, por mundësia vetëm financiare ka munguar për arsye sepse absolutisht pronat nuk janë kthyer komunitetet fetar. Dhe veçanërisht Vlora është penalizuar në këtë drejtim. Me pa frikë, me forcë dhe me kuraj, o them që absolutisht qeveria dhe qeverit nuk kanë bërë asnjë gjë për komunitetet fetare. Dhe mund të them fare mirë që e kanë rënuar pronën e komunitetit musliman shqiptar, që në qoftë të se do i referojmë një realiteti të prekshëm, komuniteti musliman shqiptar është pronari më i madh pas shtetit. Në xhamin e Plumbit ne u takuam me imamin e ri të kësaj xhamie, teolog i shkolluar në Turqi, Imam Arjani, me të cilin biseduam. Pam krenarin dhe ambicit e tij në detyrën e imamit të xhamis 505 vjeçare. Në radhë parë ju falenderoj për intervistimin tuaj dhe për interesimin që bëni ju në këtë vend. Me qenë se kjo xhami është e vjetër, mbi 470 vjet, unë ndjem shumë krenar dhe i kënaqur që jam i ri në këtë xhami të vjetër, po bëj një lidhje, në një raport të drejtë, domethënë. Unë me qenë se kam studiuar dhe në Turqi dhe kam pak njohuri nga arkitektura osmane dhe ndjem shumë krenar, domethënë edhe atmosfera që krijon kjo xhami, domethënë më jep një kënaqësi, sepse është edhe xhami e vjetër, nuk ka shumë ilustrime e gjëra, është shumë e thjeshtë. Falenderoj Allahun që më ka dhënë këtë mundësi që në këtë xhami të qendrës. Ndërsa në vizitën që i bëm xhamisë së Nexhat Pashajt, u takuam me imamin e kësaj xhamie, i cili kishte studiuar jashtë për teologji. Me të biseduam rreth jetës fetare në qytetin e Vlorës dhe rolin që duhet të kenë hoxhallarët në edukimin e shoqërisë. Por në vitit 90, domethënë me rënien e komunizmit, është gjetur në një gjendje shumë të keqe, nga lagështira që kishte pushtuar muret, nga rënimi i saj nga brenda dhe nga jashtë, dhe patën kontributet shumë të besimtarët në rekonstruktimin e saj, pra rindërtimin e saj, dhe sot e gjim në këtë formë që ju e shikoni, me një minare të re, e cila është ndërtuar para pak vitesh nga njëri prej besimtarve me origjinë çame, që është edhe i njohur, sot është deputet në Parlamentin Shqiptar, para zoti Dashamir Tahiri, i cili ka kontribuar në rekonstruktimin e kësaj xhamie, po ashtu edhe besimtarët kanë kontribuar shumë, besimtarët e përditshëm që falen, dhe e kanë sjellë në këtë gjendje që sot është shumë funksionale për të kryer adhurimet e përditshme. Duke ditur se kleri në Vlorë historikisht ka pasur rol shumë të rëndësishëm, qoftë politik, ekonomik, kulturor, fetar në gjitha fushat. Mendon se sot do të ketë njëjtin rol? Kjo është një nevojë emergjente, jo vetëm e popullit shqiptar, por edhe e gjithë njerëzimit, që të kthehen besimit, të kthejnë syt nga besimi,
nga libri i Allahut lartësuar, Kurani, dhe të mësojnë mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi për ta nxjerrë këtë njerëzi nga errësira për në dritë. Prandaj është një detyrim i madh për ne si hoxhallar që ta bëjmë atë që kanë bërë edhe të parët tanë. Këta njerëz janë udhëzuar, janë bërë musliman, ky vend është janë bërë musliman për shkak të misionit që e kanë kryer më së miri njerëzit tanë të parë. Pra njerëzit tanë fetar të parë, hoxhallarët e vjetër. Ata të cilët e nderuan këtë vend dhe ata të cilët nderojnë çdo vend me prezencën e tyre, me dijen e tyre, me orientimin që u bë njerëzve. Dhe njerëzit kanë respektuar dhe i kanë dashur. Por në këtë kohë shikojmë që sipas gjurmëve të këqija që la ateizmi, komunizmi, që vazhdon që të prodhoj pjellën e saj akoma, që vazhdojnë pafundësisht dhe pambarimisht që ta luftojnë besimin, duhet dhe bie si detyrë për ne si hoxhallar që ne ti bëjmë njerëzit koshient, ti kujtojmë ata se vlerat e vërteta të njerëzimit janë tek feja. Prandaj është si detyrim për ne, është si përgjegjësi për ne si hoxhallar që ne ta kryejmë misionin ton ashtu siç e kryen më së miri siç tham të parët tanë të mirë. Vizitojmë edhe fshatin Dukat, fshat me traditat e vjetra islame. Takojmë dy të moshuar për të cilët lusim Zotin që t'u jap pleqëri të mbarë me din e iman. Ata na tregojnë se fshati ka pasur 3 xhami, edhe mbajnë mend se nga ky fshat, i cili ndodhet në mes të maleve, rrugës për në Llogara ka pasur rreth 10 deri 12 imam. Biseduam me ta në shoqërinë e imamit të ri, Albanit, i cili vjen nga Vlora për ta mbajtur të hapur këtë xhami. Sa xhamia keni pasur? 3 xhami. Një është ku janë ata plepat e lartë. Ajo e dyta ka qenë kështu edhe në një lagj që bjen mbrapa kësaj kodrinës. 3 xhamia. 3 xhamia. Kemi pasur hoxhë mbi 10-12 veta që mbaj mendun hoxhë. Agjerojnë, bëjnë barjam, bëjnë kurban. Falisht në burratë. Merë posta të leshta nga shtëpia, posta fat, vinë e falisht. Aq sa e vjetër është historia, po aq e vjetër është edhe Llogaraja. Qafa e saj është e lidhur ngushtë me emrin e qytetit të Vlorës. Ndodhim lartësinë 1025 metra mbi nivelin e detit, në qafë në Llogaras. Këtu ku fillon Riviera Shqiptare, bukuria e Shqipërisë, ku bashkohet, pak më poshtë, bashkohet deti Adriatik me detin jon. Me këto maja të larta e me bukurinë e Rivierës Shqiptare, duhet të jenë edhe ambicjet tona për të përquar të populli ynë, që të vishen e zbukurohen me moralet dhe virtytet e larta, me parimet më të bukura që do njerëzimi. E njëri nga të rinjët të qytetit ishte edhe Ermali. Me studime në qytetin e ndritur të profetit Muhammed, lavdërimi dhe mëshira e Zotit qofshin për të, i cili kishte ambicje të studionte, të shkollohej për vete e të përcilte të populli dhe njerëzit e tij. Qëllimi i shkojrjes time në Medinën e ndritur është që të informoj veten time më tepër mbi Islamin, mbi Allahun e lartë madhëruar dhe mbi fenë islame, dhe kur të kthehem këtu pasi të kem mbaruar studimet, të transmetoj, t'ia përcjell popullit tim dijen që kam përfituar atje. Në fund po marrim me vete nga qyteti i Vlorës këto kujtime me vlerë të historisë së popullit tonë. Këtë piktur relaksuese, dhurat nga i madhi Allah për ne themi, i lartësuar je o Zot në krijimin tënd. O mirë, se 110 jemi të coptum. Padrejtësia është e hershme o bat. Allahu na ka kriju
në popull e në fishe për më njoft, e jo për me ba dikuj zullum.